Shikues nderuar, mirëmbrëma, unë jam Muhamet Herullau. Ky emision së bashku me Telegrafi.com prodhohet për radio televizionin Dugagjini dhe transmetohet çdo të hënë në ora 20:20. Sonde do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme. Do të flasim për cilësinë e prodhimeve vendore. Do të flasim për atë se a jemi ne si konsumator të lirë të blejmë prodhime vendore sa i përket cilësisë. Ka pasur raportime të ndryshme gjatë këtyre ditëve edhe javëve për mënyrën se sa janë kualitative dhe sa qytetarët janë të lirshëm të blejnë dhe konsumojnë prodhime vendore. Po ashtu, prodhime të cilat kanë të bëjnë me qumshtin, apo përdoret vaji i palmës në prodhime tona të qumshtit dhe është ky vaj kancerogen. Për të diskutuar për këto tema, për atë se çka do të jenë hapat e ardhshëm dhe për atë se a jemi ne të sigurt, unë kam tuar një panel mjaft interesant dhe këta janë Flamur Kadriu nga Agjencia e Veterinarisë, po ashtu Selatin Kaçanjiku nga Organizata Konsumatori, Alajdin Fusha nga Kompania Vendore ABI dhe Ramadan Memaj nga Shoqata e Qumshtarëve të Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Atëherë, shikues nderuar, fillimisht të shohim një kronikë të shkurtër e cila në pika të shkurta na paraqet problemin që është raportuar gjatë këtyre ditëve sa i përket problematikës së qumshtit. Ta ndjekim. Zoti Memaj, në pikat shkurtra u paraqet ajo që ka ndodhur gjatë këtyre javëve, gjatë këtyre muajve në problemin në fushën, edhe arsye pse ju e kemi ftuar jeni përfaqësues së shoqatës së qumshtarëve të Kosovës. Keni thënë që po përdoret vaj i palmës në kuptimin e produkteve në Kosovë dhe kjo nuk është e mirë. Keni alarmuar autoritetet. Është krijuar një panik në mesin e qytetarëve, konsumatorëve në kuptimin se çka ne sot dohemi. Çka ne sot konsumojmë në Kosovë. Pse është ky problem? Edhe është reale kjo që sot përdoret dhe sa janë të rrezikshme këto? Kjo për fat keq është shumë reale dhe shumë e vërtetë. Do thotë ka në Kosovë prezencë enorme të prodhimeve të cilat shiten si prodhime të qumshtit dhe të cilat në përmbajtje të tyre kanë vaj të palmës. Dhe këto shqetësime tona dhe këto probleme, ne nuk është se tani po i nxjerrim, edhe nga domethënë ajo që pam. Janë 3 vite që shoqatat e qumshtorëve bashkë me shoqatën e fermerëve të qumshtit kanë zhvilluar një varg të panumër të aktiviteteve, të takimeve, të ftesave dhe të diskutimeve të vazhdueshme për t'ia tërhequr vërejtjen dhe vëmendjen konsumatorit dhe sidomos institucioneve të Kosovës nëpërmjet të ftesave, thirrjeve dhe takimeve të vazhdueshme që ju kemi bërë duke u munduar të i informojmë se në Kosovë kemi prezencë të produkteve të falsifikuara të cilat shiten si prodhime të qumshtit. Në Kosovë do të thotë ka mungu informacioni sa i përket importit të vajit të palmës, ku për fat keq ditëve të fundit është tentuar edhe të mohohet ajo. Mirë po, sigurisht që importet kanë qenë legale, kanë qenë nëpërmjet të importozve të cilët saksisht dihet se cilët janë ata dhe dihet saksisht sasia e importit të vajit të palmës i cili është importuar dhe është përdorur dhe është duke u përdorur edhe në momentin kur po flasim. Ju po thoni është që 3 vjet të ndodh kjo, keni alarmuar, keni prezantuar fakte, argumente. Pse kjo është
e dëmshme, e rrezikshme për shëndetin mbi gjitha publik, dhe mandej do të diskutojmë është kjo e mundshme e ndaluar, a përdoret vetëm Kosova apo edhe në vende tjera? Shikoni, e drejta e konsumatorit për të qenë i informuar është e drejtë e garantuar me Kushtetutë Kosovës. Pra, kemi problemin, nuk e kemi vetëm një problem, këtu e kemi një problem me shumë hallka. Do thotë, duke filluar nga mënyra se si janë duke u deklaruar, nga mënyra se si janë duke u importuar, nga, domethënë, mënyra se si është tentuar të fshehet nga kompanitë, nga institucionet, nga kompanitë, po edhe nga institucionet. Është tentuar të minimizohet. Është fjala për Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë dhe është fjala për Agjencionin e Veterinës dhe të Ushqimit. Pse? A mundet agjencia me vërtetu, me identifiku? Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës e ka identifikuar dhe ka vërtetu qysh në vitin 2014, ku ka sankcionu disa kompani edhe vendore dhe të huaja në emër të mashtrimit që i kanë bërë, do të thotë, qytetarëve të Kosovës. Dhe kjo është një fakt. Ne, do të thotë, kemi pas informacionet vazhdueshme nga doganat e Kosovës. Unë i thash që në 3 vitet e fundit, kërkesat tona kanë qenë më intenzive, mirë po kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që këto importe kanë ndodhur vetëm 3 vitet e fundit. Mendoj se janë mekanizmat shtetëror, kanë të gjitha mundësitë që ta vërtetojnë se në çfarë periudhe kohore është bërë ky import. Okej, isha ndalë këtu për me marrë për një përgjigje nga Agjencia e Ushqimit, zoti fillimisht nga zoti Flamor. I përmendi disa fakte, disa argumente. A mundeni fillimisht si institucion me na vërtetu që cilësia e ushqimit te këto prodhime është me standarde, nuk ka probleme? Kështu, kisha fillu prej sankcionave që u përmenden, qysh vitin 2015-14 sa kanë qenë, nuk ka qenë çështja e ndonjë rrezikut për shëndetin publik. Kemi intervenuar në çështjen e mbrojtjes konsumatorit nga deklarimi i ushqimeve. Edhe kemi marrë masat, sankcionet e duhura që produktet të cilat përbojnë vajna bimore mos të etiketohen si produkte që janë djath ose produkte të qumshtit. Pas sankcioneve, situata ka ndryshuar, do të thonë që edhe nga importi, edhe nga ata prodhues vendor janë deklaruar produktet ashtu siç kërkohet prej ligjit. Çështja e sigurisë ushqimit edhe deklarimit të ushqimit janë dy çështje, prandaj edhe ekzistojnë rregullore ligje të ndryshme. Me sankcionet e agjencionit që i ka marrë nuk kam shef asgjë. Zoti Mimaj po thotë ka qenë një heshtje, ka qenë një Nuk ka qenë heshtje, vetmarrja e masave. Çfarë masa? Ka treguar sankcionimi i kompanive të cilat kanë bërë shkeljet, ndalesa e importit për atyre kompanive që kanë bërë shkeljen, ndalimi i prodhimit i kompanive vendore, të cilat e kanë keqpërdorur ose e kanë bërë atë gabim. Veprime konkrete ka pas nga institucioni juaj? Konkrete, po, flasim për veprime konkrete për ndalesë të prodhimit, për ndalesë të importit, domethënë ka qenë veprime të cilat janë parashkruara me ligj, me bazë ligjore. Do më thonë pas ka pas, me gjithatë pas ka pas sankcionime, po... Ne jemi thirrë, jo, shiqoni, në bazë saj do të vërtetohet që ka pas shkelje. Do të ka pas shkelje në deklarim, dhe ky ka qenë mashtrim për konsumatorët. Shiqoni, ju lutem, në qoftë se ju prodhoni një produkt në të cilin ka përmbajtje të vajit të palmës, ose të një vaj tjetër, pavarësisht cili, dhe ju nuk e deklaroni, ajo është mashtrim për konsumatorin, dhe ne pikërisht ato po e themi. Pse është mashtrim për konsumatorin? Mashtrim për konsumatorin? Sa është mashtrim, për shkak se, shiqoni, në qoftë se ta zonjë një konsumator i Kosovës, mund të ketë një lloj alergjie ndaj prodhimeve ta zonjë të produkteve me yndyrë bimore. Ai nuk është i njoftuar që në atë produkt ka yndyrë bimore. Dhe ai kur e konsumon atë produkt, ai do të ketë pasoja dhe nuk do të arrijë ta zbulojë problemin se nga i vjen smundja, ose nga i vjen problemi, komplikimet shëndetësore atij personi. Në kuptimin më të thjeshtë po e flas. Kjo domethënë po dëmton edhe në shëndetin publik, do të kishim hapur diskutimin. Absolutisht që po. Zoti Fusha, jeni përfaqësuesi një kompanie që ka reaguar pas kësaj që është thënë se po përdoret vaj palmës në prodhime të qumshtit. Ashtu është. Pse? Këtu është përmend direkt kompania Abi, Pylbeti edhe Magic Ice. Sepse sipas analizave. Në analiza shumë Ndalim te kompania juaj, sepse juve ju kemi këtu, po duam të diskutu te kompania juaj. Unë e mora shembull për shembull pse bash 3 kompani, po nuk është problem. Tema sotit nuk është. Unë do të them që na jemi të vetëdijshëm
që nëse përdorim yndyrën bimore, shiko, është yndyra bimore. Nuk është vaj i palmës, vaj i kokosit, është yndyra bimore në pyetje. Tash, nëse do me tërhek vëmendjen e konsumatorëve dikun tjetër vaj palmës, atëherë është një temë komplet tjetër. Nga po folim për yndyrat bimore. Na është ta qartësojmë për publikun sepse është shumë e rëndësishme atyre ditëve është kriju me na qartësu edhe te vaji i yndyrës që ju po thoni, edhe te vaji i palmës. Atëherë eksperti është këtu që po fol tan ditën për yndyrat vajin e palmës, vetë ka zonë ai çka është, a është yndyra bimore në pyetje apo vaji i palmës? Ta ndryshojmë mirë pas pari, prej zoti Memaj. Është, shiqoni, yndyra i vaji i palmës është yndyrë bimore. Do thotë ne po flasim për yndyra bimore. Do thotë për yndyrë bimore, për yndyrë të kokosit, për vajt kokosit, për vajt palmës, për yndyrë të palmës. Do flasim absolutisht që po. Absolutisht që po, ne po flasim do thotë për vajin e palmës, i cili nuk është ky një zbulim që unë po bëj tani. Super. Ky është do thotë diçka që dihet, edhe din besoj shumë mirë. Shumë njerëz e dinë këtë punë që vaji i palmës është prodhim bimor, yndyrë bimore. Dhe kemi problemin tjetër, unë mendoj që është shumë e rëndësishme e diskutu. Pasi që po e diskutojmë këtë temë, shiqoni, prodhimi dhe importi i prodhimeve të cilat kanë përmbajtje të vajit të palmës nuk është i rregulluar me ligj. Ne kemi problemin fundamental, substancial. Mirë, kjo është tash problem që do të kthehemi te tema, Cili kompani po e përdor vajin e palmës, cili kompani po e përdor vajin e kokosit ose doni vaj tjetër. A është identifikuar? Me ligj apo me çka? Ose edhe me ligj edhe me analizat që e kanë dërguar në Shkup. Sigurisht që laboratorët kompetente munden me përcaktu pas një problem cili lloj yndyrës është. A është kancerogjen? Kthehemi te tema. A është kancerogjen? A është kancerogjen? Sipas raportit të EFSA-s, i cili është publikuar më 3 maj të vitit 2016, vaji i palmës është kancerogjen dhe gjenotoksik. Dhe EFSA ka përcaktuar dhe ka determinuar dhe ka treguar se cilat janë ato komponente toksike të cilat janë kancerogjen. Mirë, zoti Fusha, ju hadet kthehemi te vaji i palmës sa është importuar në Kosovë. A keni informata vaji i palmës sa është importuar në Kosovë? Po, kemi të dhënat zyrtare nga doganat e Kosovës për yndyrën e palmës. Yndyra palmës, okay. E cila është në shifrat 1.850.000 e diçka mijë. Bimor apo palma? Dëgjoj, bimor apo palma? Mos ngatrojmë këtu se kemi konsumatorin përballë. Është palma apo bimor? Palma edhe bimor është i njëjti. Atë mos përmendim palmën, po përmendim bimor. Po vazhdojmë nëse ta përdorim. Nëse për juve është më e pranueshme dhe më e pëlqyeshme ta përdorim vajin në këtë rast. Themi se është vaj bimor, ne mund të vetëm konsumatorit po dojmë me sqaru transparent. Tash, nëse folim për palmën, atëherë tjetë tema palm. Nëse folim për yndyrnat bimore, ne nuk i përcaktojmë temat. Ne përgjigjemi në bazë të kërkesave ta qartësojmë për publikun, a është puna te vaji i palmës apo unë shtu e kam analizat që zotri Memaj. Unë shtu e kam analizat që zotri Memaj ka dërguar në institutin. Nuk i ka dërguar zotri Memaj, po i kanë dërguar 2 shoqata. Shoqata për punëtorëve dhe shoqata fermerëve. Okej, atëherë kush e ka transportuar këto produkte? Çka është më rëndësi kush? Po është ka Ramadan Memaj edhe Dritoni, shumëtorës Vita. Okej, po veç pak. Kush i ka pagu analizat për këto? Është pagu një shtetas Maqedonisë. E ka pagu shtetas i Maqedonisë to analiza. Apo na siguroni ju që prodhimet juaja. Hajde shpjegona se jena ato veç pak. Zoti Memaj, veç ta shpjegon sepse e thatë që kemi konsumatorin, do të thotë konsumatori. Po e mbroj një firmë të ndërgjegjshëm që kanë mundu këta me falsifiku produktet. Unë kam të gjitha analizat që kanë shku, këto kanë ardhur prej fotografisë, prej laboratorisë, veterinarisë, prej Shkupit. Shumë mirë. Po çto janë? Pse bash? Abi, pse bash? Megjikajsi, pse bash Bylmeti? Shohet pyetja. Pse nuk janë krejt shumështore këtu? Jemi transparent. Ku është problemi? Nuk është kryetari i shoqatës, por më është një pronari i shumështore që për shkak korrekcisë e kishte marrë edhe produktin e vet. Apo më thuaj që po shfrytëzoni, jo, veç ta qartësojmë për publikun sepse edhe ministria e tregtisë dhe industrisë pat edhe ministra e tregtisë dhe industrisë pat një vlerësim, tha shumështorët le të marrin vesh, mos i dëmtojnë bizneset. Mos i dëmtojnë bizneset, mos bëjnë politika për një kompani apo për kompani tjetra, as këtu na jemi sonte për me diskutu për një grup kompanive apo grupi tjetër kompanive, për neve, por na intereson për konsumatorin. Konsumatori shkon me ble edhe me u vërtetu a janë prodhimet tona cilësora jo. Zoti Kaçaniku, ju përfaqësoni konsumatorin. Kur po dëgjoni këto sonte këto, edhe kur po i shihni
Qësh mja bo? Faleminderit për pyetjen. Konsumatori nuk e ka për herë të parë që po i ndëgjon këto tema, po jam në TV Dugazhini për herë të parë, por intervistën e parë në këtë temë e kam dhënë për një medium prestigjioz zëqëran në gjuhën shqipe, i cili pyetjen themelore që më ka bë, e ka bën në frymën se a kupton dikush në Kosovë për ndikimin dhe për, me thonë, performansat e vajit të palmës. Vaji palmës është një vaj që në temperaturë deri 18 gradë Celsius është në gjendje të ngurtë. Mbi 18 gradë, domethënë është lynë. Mbi 18 gradë është vaj. Është në gjendje të lartë shumë. Ndërsa, siç dulën nga analizat e EFSA-s, siç e tha zotri Memaj, nëse trajtohet në temperaturë mbi 200 gradë, prodhon substanca kanceroze. Dhe detyrimisht duhet të deklarohet në prodhim, Duhet të deklarohet në prodhim dhe ende as nuk ka direktiva nga Bashkimi Evropian, pra as ne si shtete nuk jemi të gatshëm të marrim një qëndrim të ndalesës. A është e obligueshme me ligj të deklarohet? Kush e mbikëqyr çat punën kur shkon konsumatori me vlet që duhet me shkruaj ajo? Zotri Memaj e tha, është obligim ligjor kushtetues që çdo produkt ta ketë deklaracionin. Deklaracioni duhet të jetë refleksion korrekt i përbërjes. Deklaracioni duhet të japë edhe udhëzime qytetarit konsumator se si të përdoret. Do me thonë, cili që e ka përdor, ose e përdor dhe do ta përdor vajin e palmës dhe çfarë do vaj tjetër, në produktet ushqimore duhet të deklarojnë, nëse nuk e deklaron dëshkohet. Pse është me rëndësi? Ka konsumator, qytetar konsumator që janë allergjik, ka qytetar konsumator si unë, për shembull, që ka vetëm 4 bypassa. Dhe vaji palmës ndikon drejt pas drejti në shfaqjen e kolesterolit të keq dhe në ngushtimin e enëve, gëlqerosjen e enëve të gjakut. Vaji palmës ka edhe konotacione tjera shëndetësore. Çka është prap vaji palmës? Janë 3 lloje të vajit të palmës që qarkullojnë në treg. Një prej tyre është lloji industrial. Është fjala tena në treg apo në treg global? Në gjithë tregun edhe tena. Domethënë, varet për cilës pjesë të trupit të palmës është ekstradu, nga dega dhe gjethet, nga trupi ose nga rrënjët. Dhe kemi dyshimin se te ne vjen ky vaj industrial që parashifet për preparate higjienike dhe kozmetike. Cili është rreziku tjetër? Rreziku tjetër është se vaji i palmës është i pranishëm në konditori, në keksa, çokolada, biskota e kudadiune. Vaji i palmës është i pranishëm në produktet ushqimore, të qumshtit. Vaji i palmës është i pranishëm të chipsat, të smokit, të gjitha këto. Dhe tash, nëse cili konsumator gjatë ditës i përdor 1-2 nga këto produkte, ai është drejt për drejt i rrezikum i atakum nga ndikimet negative të vajit të palmës. Dhe çka është edhe tjetër shumë e rëndësishme informat. Me që po them prap, organizata konsumatorë me vite është e kyç në këtë problematik, ka reklamu, ka reagu, por çdo që ne institucionet e kemi shumë të ngatha. Do me thonë, kemi pas... A jemi natë të rrezikum si konsumator, zoti Kaçaniku? Unë dhash informata mjaft dhe unë nuk du të ngris alarm. Informatat flasin vetë për atë se a jemi të rrezikum ose nuk jemi të rrezikum. Një kohë, për shkak të mungesës së informatave, për shkak të mos kyçjes së institucioneve të pushtetit në informimin e qytetarit konsumator, kemi pas edhe lajthitje të tilla se ky vaj është trajtuar si vaj halal. Dhe në të mënyrë dhe ka depërtuar në treg dhe është bërë vaj i pazëvendësueshëm. Dhe ne tash e kemi shumë vështirë të tërheqim nga tregu. Nga institucionet, nga kush është trajtuar? Nga kompanit importuese dhe nga kompanit që kanë përdorur. Mos harrojmë se përdorimi i vajit halal, vajit të palmës, ka kosto shumë më të ulët. Domethënë, na tash po flasim për vajin e tjerë, nuk po flasim as për kokos. Po flasim ekskluzivisht për vajin e palmës, i cili përdoret për qëllime industriale dhe i cili për këto qëllime është më i lirë në treg. Sepse me vaj të palmës, për shembull, te smoki, te chipsi, te tjera, mund të përdoret disa herë, gjë që vajin e tjerë nuk mund të përdoren. Dhe kur të përdoret disa herë, ju lutem, atëherë shkalla e kancerozitetit rritet. Dhe po, ju po doni me ndipej me, po, kështu, mbas gjitha këtyre del rezultati se jemi rrezik. Zoti Flamor, a jemi rrezik?
konsumatorit, unë po du prej këtij emisioni, thash, nuk është interesi i kompanive, është interesi i konsumatorëve, qytetari shkon me blinë. Ne po thrasim për prodhime vendore, për me konsumu prodhime vendore, ne po diskutohet cilësia e këtyre prodhimeve vendore. Qysh me rregullu, qysh me bin konsumatorin që produktet tona nuk janë kancerogene, janë me standarde cilësore. Sigurisht, shërni, burimi i informatës do me thonë shumë. Që po me burimi i informatës? Kemi jashtëzakonisht shumë informata në për portale, në për media, çka është vaj i palmës, prej nga vjen vaj i palmës, çfarë cilësie ka vaj i palmës. Po që tregoj edhe zoti Kaçaniku, hajtë shpjegona ju si institucion shtetëror. Pikërisht për këtë mënyrë të informimit jam duke folë. Tjetër është kur ti e ki një burim shkencor, zyrtar, formal, edhe tjetër është kur e ki me të ndëgjume, kur e ki me, jo të thashë të theme, po... Të pa vërtetuar, pa verifikuar. Pa verifikuar e kështu e kanë kjo çapo do të thonë ka burime të ndryshme për mënyrë. Lutem. Hajde cili është zyrtar. Të shpjegoj mas pari ato zyrtare, po. Të shpjegoj zyrtare. Vaj i palmës në përgjithësi globalisht me fol është vaj i dytë i cili përdoret në industrinë ushqimore. Jo vetëm Kosovë, në Kosovë ndoshta më pak ti. Se na e përdorim më shumë vajin e lule diellit në industrinë, në shtëpitë tona, në kuzhinat e tona, e përdorim lule diellin, e përdorim si burim të yndyrës në shtëpi. Vaji i palmës është vetëm 2% më pak se lule diellit në kuptimin global. Këta e kem prej hulumtimeve shkencore, prej hulumtimeve të sigurta, zyrtare. Me 22 ose 3% e përfaqësimit vajit të lule diellit globalisht po flas. Në përdorim në shqim, vaji i palmës është me 21%, do të thonë 2% ka dallim. Do të thonë, përmi 20% të vajnave që përdoren në industri ushqimore, globalisht përdoren nga lule dielli edhe nga palma. Gjitha tjerat kanë participim shumë të vogël në industrinë ushqimore. A mundem një pyetje? Jo, tash për vazhdoj unë nëse ka mundësi, për përgjigj në disa pyetje. E dyta, mashtrimi i konsumatorit me mos informim të mjaftueshëm në etiketim. Këtë rëndësia e etiketimit produktit është që i konsumatorit i jepet informata e nevojshme para se konsumatorit ta përzgjedh dhe ta konsumojë një produkt caktuar. Na nuk e kem problemin të deklarimi i konsumatorit, sikur mos veprim i institucioneve me kohë. Ne kemi vepru që produktet të cilat përmbajnë yndyrna bimore të deklarohen që përmbajnë yndyrë bimore për mja dhon informatën e duhur konsumatorin edhe mos të deklarohen si produkte që kanë tjetër kuptim. Do më thonë, kjo përbjën që konsumatori mos mu zhvenyu, ju ka mos mu mashtru, ju ka lëzu e vërteta, edhe a i vendos më ndeja e blena se blen. Për hotim të konsumatorit, anglisht i thot mislead, do më thonë mos me orientu konsumatorin ndryshe. Qofse një djath është i përbëm prej qumshtit dhe yndyrës bimore, nuk guxon të mërtohet djath. Që konsumatori mos me blet djathin, në kuptim që a i përblen një djath natural. As në marketing televiziv nuk guxon ky djath të deklarohet si djath. Lutem. Ndërsa edhe reklama është akoma i pranishëm. Falej me si ndërhyva, po vazhdoj. Tash po më pëlqen debati. OVK-ja e ka arrit këtë qëllim dhe ne e falenderojmë. Mirë po, pas fushatës, kjo është ndërprej. Të paktën janë marketet që i kanë nda produktet me yndyrë bimore nga produktet e djathit. Tash dolëm prej temës mund ndërprej ai kontinuiteti që dashta me biseduan, ndëgjova gjitha pyetjet, diskutimet që vonë. Agencioni ka vepru me kohë që djathrat të cilat, kuptimin djathrat, ato produktet të cilat përmbajnë yndyrë bimore dhe në treg paraqiten si djathra, mos të mërtohen djathra. Edhe të ndahen raft. Është ndalë kjo? Po. Jo. Mirë, që pas mendimit tonë, me veprimet që i kemi bo, veç tash të vime dhe aty. Do më thonë, janë identifiku ato kompani cilat kanë bo këto shkelje edhe janë penalizu. Edhe për një kohë gjatë, kjo punë ka vazhdu që ashtu, nuk ka pas protesta, as vjetë nuk ka pas protesta një kohë gjatë, ose nuk ka pas ankesa as nga konsumatori,
pse kanë hasur në produkt i cili... Pse duhet konsumatori, a nuk është institucioni, jo në këtë rast, nëse sheni që s'është në rregull, me ndalë, me penalizu, me gjuku. Nëse ma jep hapësirën, e shpjegoj. Ka qenë debate edhe në grupe parlamentare të Republikës Kosovës. Kanë qenë rekomandimet e Kuvendit Kosovës, masat që duhet të miren. Ato masat që agencioni i ka pas për sipër, ato masa kanë vazhdu tjenë. Janë vazhdu kontroli i produkteve cilat vinë nga importi. Ta keni parasysh, në kohën kur u kuptua që ka produkte të cilat e mërtohen si djathra dhe kanë përmbajtje të yndyrës bimore, e cila me nomenklatur lejohet që një qumshtit të hiqet yndyra shtazore, do më thonë yndyra e qumshtit, që zavencohet me yndyrë bimore. Këto janë edhe me standarte ndërkombëtare, këto janë standarte edhe me sipas kodeks alimentarius, si cili përcakton standardet. Vazhdojmë, edhe mbridere aty. E kemi shtu vigjilencën në kufi që mos ta kalojnë ndonjë produkt i cili nuk është djath e mërtohet djath për shkak të yndyrës bimore. Edhe janë eliminu ato probleme. Jo, se janë eliminu, zoti... A keni do në teren, a keni dalu aty të primeve kryesore të agencionit është kontroli i përditshëm. A ka analizat për cilat, dokumente, rezultate cilat ju më në afru publikut sonte, me thonë, kemi bon, në vitin 2016 kemi dalë qikash, këto e në rezultatet, këto e në gjobat, këto e në statistikat. A ka diçka t'il? Jo, s'ka. Po do shta... Unë e kisha një pyetje, me qenë se Flamuri është drejtar, do të në Departamentin për Sigurinë Ushqimore në pranë Agjencionit të Ushqimit. Prandaj kemi këto shumë është mirë. Unë e kisha një pyetje paka shumë më personale për zotin Flamur. Nëse ky e rekomandon konsumatorëve të Kosovës, pelojmë anash për një moment çështjen e deklarimit. Pezojmë se janë deklaruar të rregulluar me ligj gjithçka në rregull. Ajo kishe rekomandu qytetarëve të Kosovës që t'i konsumojnë prodhimet me vaj të palmës dhe jo si familjar, si njeri që e dini mirë problematike në ushqimit, ai konsumon ju personalisht këto prodhime. Kisha dashur me ndëgju për juve që në mënyrë që ta dëgjojnë edhe konsumatorët. Edhe pse personale mu pyetja po më pëlqen jashtëzakonisht shumë, unë kam qef me përdor djathin i cili quhet djath. Një djath që është natyral, një djath që vjen prej qumshtit, e jo me yndyrë shtuar. Ose të zaventuar. Ose të zaventuar. Unë nuk po thonë që kjo është një praktik e falsifikume, ose një praktik e gabushme, e rrezikshme. Unë prapë kom të konsumatore, si që ato është këtë pojenta. Qysh me ditën e? Unë e rekomandoj konsumatorit të blej produktin djath. Po të ku me ditë konsumatore? Mirë. Prandaj është edhe rregullat që të mërtohen produktet sipas rregullit. Që produktet ta keni informatorë e duhet konsumatorë. Po, se zoti Memaj po thëtë, po, ai mund ta shkruaj, mund ta ze, po prapë ku shkon me blej konsumatorë. Hade, që zoti Fusha përfaqëson kompani. Shpjegona çdo. Nuk ma la hapësirën e mjaftueshme, do të kem rastin. Jo, natyrisht, po kalojmë prej temës në temë. Çdo shumësore që vepron në Kosovë, qartësu konsumatori që po shkon po vjen prodhim. Unë jam i bindur që çdo shumësore që vepron në Kosovë, nëse e përdor yndyrën bimore edhe deklaron. Nëse nuk deklaron, është e ka thy ligjin, edhe duhet përgjigjet para ligjit. Ato që kush e kontrollon? E kontrollon avuku. Sepse, ky na ka licencu, ai na merr licencën, ai na denon, është gjykata e jo personi pronari i shumësorës ai ka. Sepse është këtu shantazh për neve. Shiko, tu po bëhet, një minutë, përfundoj. Prej këtij momenti mundemi bashkarisht me dal. Vesh pak, përfundoj. Jo, që kemi, me qenë se kemi dha ende s'kam përfundu, ende. Shiço, jo, do më tregu që ajo që ju po thoni nuk është e vërtetë dhe nuk është e shëndrueshme. Jo përfaqësoni, ai këtu ju përfaqësoni fush. Nuk po flasim, mos ta kthejmë, jo, zoti përdor, duhet deklaruar. Mos ta kthejmë në personalizim, ta kthejmë për konsumatorin. Sepse në fund ditës, neve, edhe të gjithë neve këto, edhe ata që po na shikojnë, jemi të interesuar me konsumu prodhime vendore, po të shëndetshme. Nuk është problemi të konsumatori, kjo është problemi komplet sektori. Na e dim çu ka fillu me punu. Zoti Mema e ka qenë blektor te na, ka dorëzuar shumë shtena, edhe shumë mirë ifemi. Nuk kemi edhe sot
as që jam hidhnu, as kur zhone, takona, bisedoj edhe, shiko. E nisi, zotimi, ma shpjegona që ato, a është obligume që kompania me shkru? Një kompani, nëse deklaron, jo në ndyrën bimore, edhe shtazore, nëse në paketim shënon 2.8% shumsht, edhe mbush me 2%, kjo është denot me liq, nuk po vazhdojmë atutje. Duhet përmbahemi në deklaratat fikse, sepse neve nga kontrolon avuku, neve nga kontrolon dërgjegja, neve nga si shumshtore për vitin 96. Avuku nuk po nga kontrolon, zoti Fusha, edhe pikrish pse Agencioni Veterinës dhe Ushqimit nuk ju ka përgjegj kërkesave të shoqatës që ti kontrolloj prodhimet që janë të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Ne për atë arsye kemi dashur që para konsumatorëve, para opinionit, para institucioneve të krijojmë fakte. E nisi me avok shumë, një çështje tjetër apo i kontrollon avuku, pas një bloku të marketingut do të kthehemi te avuku për të parë se a po bën kontroll të mjaftueshëm avuku. Kur e kujton të kalumën, çfarë shë? Atë bot me ngjyra zbeta, ku nuk mire frym let për te lojrave që fillonin pa asnjë arsye. Kur qyteti mbyll të syt, diku fshetas ndizëshin ngjyrat e zbeta. Atë kujtohet që shetës mbuzi kem fry, mande e kem puth. Atë kujtohet si kemi jetë, e si jemi ndalë, për pak. Mande u lindëm prap, t'lirë, pa asnjë mur për balë. Vraponim drejt një bote që rritej pa u ndalë. E mbritëm kohën, kur nata ka më shumë orë. Ngjyrat nuk janë të ndara, dashuria nuk thuhet po shkruhet. Po çka ka rëndësi, deri sot visheni si dëni. Të lëvizni si dëni, të dukeni si dëni, të ndjeheni si dëni. Ne do të shkojmë me njëri tjetrin. Ecim bashk prej të 90-ave, 25 vjet Gentli Shoes. Ju keni shumë shok. Shok, 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 shok. Ama zemrës e keni veç një. Ai shoku që i qel i mshel sytë me ta. Sa her duhet e takon. Orari për ta nuk ekziston. As në punë nuk len me u bo bajat. Edhe në WC me ta ringat. Her gëzon e her tillnon. Shok ma, s'ki ka e qanë, aj nuk mahet me kërkon, krejt pun t'i tregon. Kush qka po thot për politik, qka o ka ndodh me pozite, opozit. Në stradë ma shumë kon pe dojnë, mra pa perdeve ata, qka po bojnë?
për ka sporti, kush o maj forti. Ata kanë fitu, ju, këta, ngëm ti mu. Me të s'ka, përgjegjet, majet, guhës i ka. Shumë më t'je edhe i beson. Ky është ai që prej tjerëve dallon. Telegrafi.com, shoku yt i ngushtë. Edhe gjatë kohës marketingu, debati këtu ishte se duhet të bindëm konsumatorit që të konsumojnë sa më shumë prodhime vendore, po konsumimi prodhimeve vendore, zoti Flamur, sigurohet me cilësi, me kualitet, me kontrol, të cilën u përmend që duhet ta bëj avukut, na siguroj që ushqimi që na e përdorim jo, unë dhe të gjithë ne, është cilësor, apo jo? Sigurisht. Në të gjohet se avuki nuk bën kontrole, avuki bën kontrolet. Kur avuki bën kontrole, ka nërë thojnë kontrolat e për ta bën avuku. Sa duhet me bë kontrole avuku? Qysh është e maqshme kontrola? E maqshme. Kjo është ajo që po kthejmë one të verifikueshme, të flasëm me informata të verifikueshme. Avuku punon se cili institucion, unë po them avuku pasi po flas për institucion ku unë punoj. Krejt agjencionet që ushtrojnë kontrollin e ushqimit duhet të punohen në bazë të rrezikut. Do të them vlerësimit të rrezikut. Vlerësimin e rrezikut agjencioni është të shtim përdorim shumë më herët se që po mendohet. Kontrollet zyrtare, këta janë prezente dhe din si i bojmë në kontrollet zyrtare. Kontrollet zyrtare bëhen me frekuencë e cila... Zoti Mema po thotë s'ka kontrollat mjaftueshme në kuptimin e... Zoti Mema po thotë për shqetësimet që ne kemi ngritur. Deri tash. Jo kontrolla rutinore të vazhdueshme normale. Jo, nuk po flasim për atë pjesë, ajo ka të rregull. Po flasim për shqetësimet që i ka ngrit shoqatat e qumshtit tash e disa vite për prezencën e vajit të palmës në prodhimet apo vajit të deklaruara yndyrën si prodhimet të qumshtit, për mashtrimin e madh që ju ka bërë konsumatorit për gjithë këto vite dhe mos reagimi institucional, karshi këtyre kërkesave ka qenë një zhgënjim shumë i madh dhe është një dëm shumë i madh që ju ka shkaktuar edhe industrisë qumshtit, mos harrojmë, për shkak se sikur agjencioni veterinës bashkë me Ministrinë e Tregtisë të kishin marrë masa shumë më herët këtë drejtim. Për këtë problem ndoshta sot ne nuk kishim fol. Kishim fol për mënyrën se si, domethënë ndoshta për arritjen e sektorit të qumshtit. Shqetësoni përveç aspektit, domethënë të dëmeve shëndetësore që rrezikimit të shëndetit qytetarëve, e kemi edhe problemin e rrezikimit të industrisë qumshtit. Dhe mandej këtu e kemi krijuar një huti shumë të madhe te konsumatorët vendor, se çka është prodhim vendor. Pyetja është çka është prodhim vendor. A mund të quhet prodhim vendor një prodhues i cili lën të parë e ka një produkt nga Malajzia? Pra ky është problemi. Nuk e kemi një çështjen e problematikës së kualitetit të qumshtit së lënë dhe parë, ose të prodhimeve të qumshtit që prodhohen në Kosovë, por që janë vetëm nga qumshti, por e kemi çështjen e falsifikimit, çështjen e mashtrimit, çështjen e rrezikimit. Kto janë për cilat ju po thoni? Kto janë problemet për cilat. Edhe shiqoni, mos ta krijojmë perceptimin shumë të gabueshëm që janë vetëm prodhues vendor. Në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon. Ne për shumë kohë jemi marrë pothuajse vetëm me importin, për shkak se edhe nuk kemi pas shumë informacione për prodhues vendor. Tek pas kalimit të kohës, ne kemi marrë informacione. Jo, po na shkon koha, zoti Flamur përmendi shumë, zoti Kadri përmendi shumë fakte, argumente. Kthehemi mbrapa, jo, kthehemi retroaktivisht, kthehemi. Veprimet që i kemi marrë, sankcionimin e kompanive cilat e kanë deklaruar si djathtë edhe ka përmbajtje yndyrore, na e kemi shqartuar jashtëzakonisht mirë. Në këtë moment kur ne po flasim, ka në tregun e Kosovës prodhime të cilat nuk e kanë as 1 mililitër qumsht dhe deklarohet si prodhim qumshti. Edhe, shiqoni, nuk është fjala vetëm për djathin. Nuk është fjala vetëm për djathin. Ne i kemi evidentuar diku ta dëgjojmë, mandej
Situatën e përdorimit vajrave bimore, edhe vajt të palmës mesin e saj, në produktet të cilat dalin në treg, si kur produktet të qumshtit, e kemi trajtu edhe me shtetit për kajt ato produkte kanë ardhë. Ne e kemi thonë edhe atëherë edhe prapë them, me autoritetet gjermane, me autoritetet franceze, me autoritetet daneze, me autoritetet e bashkësisë evropiane, e kemi trajtu a lejohet përdorimi i yndyrave bimore në produktet e qumshtit, a nuk lejohet. Gjitha kanë konfirmu që këto janë produkte shumë legale, jo ilegale, si pretendoj ke shoqata në atë kohë. Kemi marrë garancione shtesë për se cilit nga shtetet. Shoqata ka pretendu për shkak mungesës infrastrukturës ligjore. Ne kemi pas debate edhe në atë kohë që këto produkte janë ilegale, produkte të cilat vinë me bashkësisë evropiane. Me çka e përcaktoni për shembull një produkt i cili ka përzierje të yndyra bimore, me çka e përcaktoni pjesëmarrjen domethënë maksimale. Në bazë këto po i referohem domethënë kryeshefit juaj, i cili para 2-3 ditësh tha se prodhuesit vendor, decidivisht pe citoj, nuk janë të çmendur të përdorin sasi më të madhe të yndyrës së palmës në mënyrë që ta rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Pra këtu po ndalemi. Cila është sasia maksimale sipas Agjencionit të Ushqimit, sipas kryeshefit të Agjencionit të Ushqimit, cila është ajo sasi maksimale e cila guxon të përdoret, të përzihet me qumshtin dhe të paraqet rrezikshmëri për shëndetin e qytetarëve. Pra cila është ajo? Cili është ai kufi? Cili është ai kufi për cilën na të marr përgjigje? Na po folim për mashtrimin e konsumatorit. Na po po e merr kahje tjetër. Nëse një shumështore nuk deklaron që ka yndyrë bimore, denohet. Nuk ka diskutim. Edhe po e rën shtetin dhe konsumatorin. Edhe shtetin, edhe konsumatorët, Ajo mbetet të nxirë. Tash, a ka shtu ma shumë, ma pak, janë analizat. A ka deklaru apo jo? Po çka është ma shumë? Çka është ma shumë? Nëse po, nëse jo. Tash konsumatori e merr e lexon. Ka yndyrë bimore, nuk e blen. S'ka yndyrë bimore, e blen, sepse është e deklaruar. Në anën tjetër, pse disa shumështore ose kanë përdor ose janë të përdor yndyrën bimore duke deklaruar. Pse? Arsye është pikërisht konsumatori. Sepse djathi pa yndyrë bimor, djathi normal është 5 euro kilogrami. Dërsa djathi me yndyrë bimore po zguxoni me çuj djath, zguxoni me çuj djath. Tash ai, po vjen prej Gjermanisë me yndyrë bimor, po vjen prej Greqisë me yndyrë bimor. Kto po vjen prej tash konsumatori, ka që punon, ka që nuk punon. Unë si konsumator kur shkoj në market e shoh, është djathi me yndyrë bimor. A ka djath që thot ka djath, po që nuk i kanë shkruar po është djath. Po që nuk ja ka shkruar për bërsat për shkakun vajin e palmës apo denohet nëse ka. Denohet nëse ka. Kush e vërteton ato që ka? Ku e vërteton? Po çysh e vërteton? Duhet analizat mi bë. Po e bën çysh. E na thoj kur i ka bë. Herën e fundit, na thoj, na tregon. Nuk është problemi im, nuk është problemi yt. Është shumë problemi im. Ja, absolutisht. Është shumë problemi im. Me radhë, lutna, mos ta autor publikun e mashkull. Me radhë, lutna. Është një kontroll final. Ne i bëjmë edhe kontrolla tjera. Ne kem kontrolla fizike të çdo qumshtore. Ashtu është. Pajtona. Kontrollat fizike i bëjmë të çdo qumshtore. Ne e shohim edhe procesin teknologjik se si çdo qumshtore prodhon. Unë që shënë mora vesh pyetjen, a ka djath me të vërtet. Që shkon na me blet djath, që shkon djath e blen edhe që... Që kjo shumë rrezik nëse ka. Sigurisht që ka. Sigurisht që ka. Jo djath, a shkruan në produktin final djath, po që ka përbërsa për cilët nuk janë të mirë me pas. Për kuptimin tem, jo. I kemi ndërprej, kemi sankcionu ato nga importi, produs vendor të cilat e përdorin vajin bimor, vajin e palmës, produkte e deklarojnë. Edhe nuk e deklarojnë që djath. Ajo që është diskutuar gjatë tyre javëve dhe gjatë tyre muajve dhe viteve, ajo është puna aspektit kualitetit kontrollit nga ana e institucionit që ju përfaqësoni zoti Kadriu, domethënë institucioni i Agjencia e Kontrollit të Ushqimit. Ju jeni përgjegjës për kontrollin e cilësisë së ushqimit. Ashtu. A mundeni me bind konsumatorin, se që aty është këtë më rëndësi, konsumatori mu bind që cilësia produkteve është në rregull. Me thonë, produktet vendore janë cilësore, ose janë... Jo vetëm produktet që ne kemi në treg. Qofse ne si agencian, ndale me deklaroj që produktet tona janë cilësore, ne e japim mendimin tonë në basë kontrolave, në basë performancës që ne e bojmë. Edhe me atë performancë, me ato kontrolat që na drejt tash i bojmë, na mund me thonë që produktet, ato që lejohen treg, janë cilësore.
në kuptimin cilësor, ta bëjmë dallimin sigurta dhe cilësore është kuptim i ndryshëm, na jemi ma shumë për të sigurta, atëherë themi që janë sigurta. Cilësore vendosë zgjedh konsumatori. Krahasimisht me kontrollet që ne i bojmë. E kupton. Nëse ka informatë një produkt ose dy produkte ose do një produkt në veçanti është duke e bo një shkelje, ne e marim informatën me kohë, ne i marim masat me kohë. Qëto deshta si Kjo është një pjesë e konceptit kontrolit. Agencioni, më falë, Elaudin, qëse agencioni e ka kontrolet e regullta, e ka planifikimin e kontrolet rezultare, do me thonë që agencioni nuk e pranon një ankesë të konzumatorit, ankesën e konzumatorit ne i kemi të përditshme. Çdo ankesë i konzumatorit ne veprojmë të shohim si është situata. Do me thonë nuk është vetëm kontroli, është edhe hulumtimi. Sa i përket aktiviteteve që agencioni ndërmerr, a ka sa ne që mujnë më shef? Për publikun, për konsumatorët, agencioni deklarojnë një punë që nuk ka mundësi më shef, atëherë unë nuk ka nevojë të ekzistojë një agencioni tillë as këtu as ku tjetër. Agencioni ekziston për këtë punë që mi parandalu gjitha ato që mund me ndodhë. Në përkushtet normale, se ka ankesa konsumatori, duhet drejtohet agencionit, agencioni e dërgon analizat, e mbyll në merr licenzat, është problemi agencionit. Jo personave, pronarve subshtoreve me na shantazhu. Kjo është shantazhim. Merr produktet tona, e qonë në laboratori, shtetas Macedonis i pagun analizat. Shtetas i Macedonis i pagun analizat. Shtrot pyetja, pse? Pse nuk është pagu që thojnë, ashtu thonë, prej llogarisë shoqatës nuk ka shku pagesë analizave, pse nuk ka shku? Sepse dikushin nga Macedonia, ose nga një shtet tjetër, po do me na ndëmtu bashkë me këta lojtarë industrinë e shumës. Na nuk i lejojmë. Na nuk i lejojmë kushtet me lejojmë. Po përfundojmë me, veç ta marr përgjigjen edhe juve për këto. Edhe po e përfundojmë me këtë personalizim për të kalu te konsumatori, arsyeja pse na mbledh këto. A ka shantazh? Jo, a ka shantazh? Në bazë të diskutimeve që ne kemi pas dhe prezantimeve. A ka shantazh? Absolutisht në mënyrë absolute. Në qoftë se ekspozimi i fakteve edhe ekspozimi i vërtetës, i të vërtetës, po ju as për besoni agjencisë? Më falë, se atëra këto të leja agjencisë. Jo ma botë pyetjen, më lejot të përgjigjen. Po du në mënyrë shumë decidive dhe të qartë me theksu. Në qoftë se nxjerrja fakteve, prezentimi i realitetit, i tillë çfarë është shantazh, ose dëshiron dikush ta quajë shantazh, atëherë unë pajtohem që është shantazh. Qofse nxjerrja fakteve dhe prezantimi i realitetit është shantazh. Po zotria po thotë leja institucionet. Jo, ai po zotria ka qenë dashur me reflektu gjatë shumë kohës që ne kemi kundërshtu këto produkte. Përgjigjem më pyetje zoti Mehmaj, ai beson institucionit, mjalon institucioni avukun këtë rast me dalë me rezultate me tregu. Është mirë. Unë ju thash përgjigjet shumë më herët dhe ju thash që ne kemi bërë kërkesa të protokoluara me shkrim në vazhdimsi ku kemi kërkuar nga Agencioni i Veterinës dhe Ushqimit të i analizoj prodhimet të cilat ne kemi dyshuar se kanë përmbajtje të yndyrave bimore. Ne gjatë këtyre prezantimeve dhe gjatë këtyre debateve po e nxjerrim një të vërtetë që për neve është e çuditshme që konsumatorët e Kosovës nuk kanë dashur të besojnë fare që ka prezencë të vajit të palmës në Kosovë, në prodhime, dhe vetëm kur kanë dalë të dhënat zyrtare të doganave ku është vërtetuar se në vetëm vitin 2016 kemi pas mbi 1.8 milion import të vajit të palmës dhe të yndyrës palmës, atëherë ja konsumatorët më na tregu pak perceptim. Zoti Kaçani, ko jeni duke dëgju diskutimin, thash në fillim ideja e krejt këtij diskutimi është që opinionit publikut t'ja qartësojmë ku janë problemet. Qysh me u siguru që ushqimit që ne e përdorim, produktet që ne i përdorim janë jo vetëm cilësore, sepse cilësore jo, po janë sigurta. Problemet janë shumë më lartë se që ne e kemi në temë. U përmend importi dhe më lejoni të nisi të përgjigjem nga importi. Ne një kohë të gjatë pas luftës nuk e kemi pas tregun e mbrojtun, jo vetëm AOVK-ja, se ju kemi hodhë vetëm AOVK-s, nuk jam avokat e tyre, po është një vërtet, po asë një institucion, asociacion së mekanizm, pra këtu e kam përmend edhe kuvendin edhe qeverinë edhe ministrit relevante,
nuk e kanë kry punën që e kanë të para pa me mandat. Çka do me thonë kjo? Këto importe që kanë sulmu tregun e Kosovës, qeveria ka qëndash ta ketë një mbrojtje ndaj tyre për ta mbrojtë ekonominë dhe tregun. As nuk është zbatuar ligji antidumping, as nuk është zbatuar ligji i konkurrencës. Ne e dimë se autoriteti i konkurrencës nuk ka funksionuar 3 vjet e gjys, dhe prodhimi është që ne tash kemi konflikt mes prodhuesve. Po, a është këtu problemi? Konflikti, tash po duhet si ta mundu me qenë pak subjektiv, po du për juve me dëgju. A është kjo problemi? Sepse vaj të Palmës, ose yndyrës së Palmës, është problem rajonal. I gjithë gadishulli i Ilirik vohen nga kjo problem. Ka fillu nga Bullgaria, ka hyrë Serbi, nga Serbia ka hyrë ne. Dhe çdo fermer sa do i vëçkën mund ta përdor këtë, mund ta aplikoj këtë. Pse aplikon? Pse nuk ka mbrojtje nga shteti, sepse këta prodhues vendor për të ballafaquar nga importi i egër, këta duhet të mbijetojnë disi në treg. Prandaj ne ajkën e quajmë shmand, prandaj ne e përdorim vajin e palmës, prandaj ne kemi një produkt që ja përmeni emrin që është zavendësimi i yndyrës shtazore, një farë kremoze, prandaj ne i kemi gjitha këto sepse s'kemi mbrojtje në treg, dhe këta duhet të mbrohen. Dhe nëse këta nuk mbrohen, nëse shteti neve nuk na mbron, atëherë ai që i paguon gjitha këto është bersi i fundit. Cili është ai? Është qytetari konsumator taksapagues, gjeneruesi i buxhetit për nga financohen gjithë këta që nuk po e kryejnë obligimin e tyre. As mandatin, as obligimin juridik korrigjor, as etikë profesionale. Domethënë, po flasim për sigurinë. Siguria është na është lënë neve, na po paguajmë shtetin, po megjithatë ne duhet të sigurohemi vetë, mos blejmë asgjë pa e lexuar deklaracionin dhe mos shkojmë pazar, mos shkojmë market nëse nuk e njohim produktin. Ne tash të gjithë duhet bëhemi doktora shkencave. Të dimë se çka duhet të konsumu, sepse dikush është duke punuar me ne që na ta humbim besimin. Kjo është më e keqja. Domethënë, shteti duhet t'ju dalë përpara prodhuesve, duhet të aftësoj teknikisht, kadrorikisht dhe financiarisht avukun dhe jo vetëm avukun, gjitha agjencionet, gjithë mekanizmat. Pse? Sepse na paguajmë. Ne i japim 1,6 miliardë, si vjet jemi marrë vesh me dhënë 2 miliardë në buxhet, ndërsa ne si organizat i kemi qenë selam qeverisë, që 5 vite 6, se ne mund ta bëjmë 5 miliardë buxhetin. Po dikush nuk don, dikujt i pengon. Domethënë, nëse ne shteti na faktorizon, ne dim edhe duam të mbrohemi vetë, po ashtu se kemi formuar shtetin, ne i formojmë edhe institucionet, i begatojmë, i aftësojmë. Dhe neve këto biseda si konsumator ne s'po na pëlqejnë. Ne duam që të jemi gum-gu, si thojmë popullor, që të bisedojmë dhe të merrem me vesh, sepse natyrisht nuk ka diskutim, ne e duam prodhimin vendor. Edhe nga tradita, edhe nga kultura, edhe nga feja, ne jemi të udhëzuar të konsumojmë prodhime vendore. Dhe do t'i konsumojmë. Por ama, edhe prodhuesit, mos na thrasin neve, mos na takojnë neve vetëm kur na thret Dugagjini dhe Meti. Ne duhet kemi takime të rregullta, të shohim se ku jemi. E keni 1 qershore ditën botërore të qumshtit. Sa herë i hap ndaj konsumatorit. Folet shumë me emër konsumatori. Shumë e mbrojtët konsumatori, por sa herë jeni hap për konsumatorin që me ardhë nën fabrikat e juja, me pa aty të ftyra venit, në vend ftyrës, se çka bëni ju, si jeni ju, me ardhë bashkë me juve, zotri Flamur. Pse një kontroll ju nuk e bëni rutinore së bashku me konsumatorët e Kosovës? Sepse edhe juve ne nga buxheti ju financojmë. Domethënë, ju duhet të jeni transparent ndaj neve, jo as ndaj qeverisë e ndaj kuvendit, se ata punojnë për neve. Po nga njerë edhe neve të na merrni me veti dhe ne të shohim se ku jemi, t'i besojmë, të ngihemi, të ngopemi besim ndaj prodhimit vendor dhe prodhuesve vendor. Më falni se zgjata. Faleminderit shumë. Pas pikërisht edhe me dëgju nga konsumatori vërtet merr mirë, se vërtet edhe ne si operator biznesit, edhe ne pa konsumatorin jemi zero. Nëse mendohet që tash pikërisht pasi përfarsoj Avit, unë jam në gjendje sot me mbyll fabrikën, mos me punu, vetëm mos me mashtu konsumatorin. Shiko, kështu e kam një prodhuesit vendor, nuk do ta kallzoj firmën. Nuk po mirri me detaje. Shënon që është yndyrë bimore, unë e konsumoj dhe do ta konsumoj. Ai beson avukut. Patjetër. Po se këtu, po këta na licencojnë. Këta na licencojnë. Ky thot, është e sigurt edhe unë i ha edhe familja jam. Nuk e këshyrin sepse këta avuku është
i vetëmi institucion, i vetëm që na licencon, që na kontrollon. Konsumator, po zoti, e nisi zoti Kaçaniku mirë në kuptimin e kontrollës, domethënë hapjes, diskutimit, mënyrës që është avuku me qenë transparent për publikun funditës. Është me ligj. Jo vetëm se zoti Kaçaniku e hapi këto, është edhe me ligj që secili institucion, edhe Agencioni i Ushqimit, do të jetë transparent me gjitha ato që veprimet, aksionet, veprimtarit, planet, cilat i bën. Edhe ne jemi jashtëzakonisht transparent. Qysh me këtë besimin? Jo, jemi në fund ta kthejmë e nisëm me besimin. Në webfaqen e avukut mundeni me pa cili shumështore në cilin rang është. Sipas rangut kontrollohet. Tash, operatorët jemi licencuar me TYV, me standardet 22000 që janë evropiane. Aty shënon, kategoria A, mostrohet çdo ditë, nuk ka problem. Ta e kanë. Ta mundën me dalë me analiza me thënë, hey, abi po falsifikon, mbyllë abi një mund. Për fond, Çaq? po e nisim me juve për me kalu të tjera. Qysh me kthy edhe besimin, edhe kredibilitetin, edhe te konsumatorit që të konsumojnë prodhimet vendore, që ato të jenë edhe të sigurta në treg. Unë mendoj se ai besimi i konsumatorit krijohet vetëm me punë. Domethënë me arritjen e një kvalitetit të dëshirueshëm. Çdo debat, çdo kundërshtim, çdo protest e shtyn, mendoj që e shtyn konsumatorin prej produktit vendor. Jo e afron, po e shtyn. Puna e rregullt, përmbushja e standardeve, krijimi i një kvaliteti të mirë e afron konsumatorin. Promovimet, reklamimet, bashkëpunimet, gjitha janë këto ato që cilat ndikon te konsumatori që të krijojnë një besueshmëri. Nëse përqeshen institucionet që përqeshet Agencioni i Ushqimit, pikërisht kontrollet që nuk ka kontrolle, konsumatori e kthen kryt ka produktet e importit, nga produktet të cilat nashta kanë një nam pak më të madh botror. Nuk është qëllimi që ti promovojmë produktet e huaja. Agencioni nuk e ka qëllimin që ti promovoj produktet vendore. Agencioni e ka mandatin të mbroj konsumatorin prej aspektit sigurisë ushqimore. Të sigurta ushqime. Sigurisht, transparenca, publikimet, gjitha janë detyrueshme, jo të nevojshme, janë të detyrueshme. Për atë veprimtari që Agencioni është duke e marrë, jemi të hapur, jemi obligues t'i tregojmë konsumatorit, konsumatorin e kem në strukturat e tona. Konsumatori lajmërohet edhe thirret në debate permanente. Zoti Kaçanik është pjesë përbërëse e bordit drejtues të Agencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë. Bordi drejtues e ka obligim me legjislacion t'i kërkoj planet, t'i kërkoj veprimet, t'i kërkoj gjitha ato me cilat mirët Agencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë. Nëse ka nevojë më marr një mostrë një produktit të dyshimt, Agencioni është i hapur për këtë punë, e ka detyrë që të realizoj secilin dyshim të konsumatorit, jo kryetarit shoqatës, po çdo konsumatorit. Ne japim portale, ne japim informata, ne japim numrat kontaktit ku konsumatori mundet edhe mënyrë anonime të lajmërohet të përraqes çdo dyshim, çdo shqetësim që e ka. Faleminderit, zoti Kadrio. Zoti Fusha, për fond, qysh me dalë prej kësaj gjendje, qysh me kthy besimin te konsumatori? Shumë është lehtë, shumë është lehtë. Spari, unë e luz nga këtu, Agencioni Veterinar Ushqimit Kosovës, le ta dërgojnë inspektorat, në teren, le ta marrin mostrat çka nevojë, dhe le ta dërgojnë në për analiza në laboratorit e Bashkisë Evropiane. Jo në për rajonale, po edhe pse janë akredituar, po prapa aty ka dallavere. Luz, Agencioni avukun, që ta merr analizat, nga secili shumështore, le ta vërtetojnë kush ka përmbajtje yndyrës, shumështin plun, proteinet të djathit, kreç që ka falsifikime. Patjetër edhe le dalin me analiza publike, le thashin abi ose dikush tjetër po përvan, edhe luz. Ju anasiguroni si kompani që në produktet e ju janë këtë rase, ju prodhoni, jeni produs, po në të kohë edhe konsumatori jeni vetë. Ashtu është. Që prodhimet që vinë nga jo janë sigurta për tregun tonë. Pa dyshim, se mos ishte sigurta, ore sot s'kisha mujt me punu. Prej viti 96 jena në këtë biznes, në shumë shtit. Deri sot, 100 na kishim mbyll, 100 herë, po unë prap i them, inshallah, ka me dalë në shesh, janë sa më shpejt, urgjentisht,
Avuku le ta merr të gjitha prodhimet çka prodhon nga shumshtorët e Kosovës. Prej shumshtit deri te Gjiza, krejt, le ta analizojnë analizat fiziko-kimike, le të shifet kush po e përdor. Shumshtin plun, yndyrat, hirën e djathit, yndyrat bimore, në përgjithësi, që na edhe kemi rahat, edhe lus nga këtu, zotri Memaj, që vërtet ka hutu konsumatorin, sepse ka fillu jo kështu, jo ashtu, jo kancerogen, jo kështu, që le të kërkon falje para produsve vendor, kam gabu, kam pas probleme, ose jam informu gabimisht, që mos shkon deri te gjykata, se vërtet kjo do të shkon deri në fund me gjykatat e Kosovës. Zoti Memaj, zoti Kaçaniku, po përfundoj me juve si konsumator në këtë rast. Ç'është më dorë për këto situate me këtë besimin të konsumatorit, zoti Memaj? Mos ta kthejmë në personale prapë. Absolutisht, asnjëherë nuk ka qenë qëllimi dhe as nuk do të jetë as në të ardhmen që të kthehen këto probleme në çështje personale. Unë personalisht nuk e ndi... Qështë rregullohet? Po përfundojmë me qështë rregullohet? Po e përfundojmë, mund besoj që prej kësaj situate mund të dilet, zgjidhje ka, nuk jemi në një situatë të pa rrugëdalje, në qoftë se ka vullnet institucional, në qoftë se institucionet e shtetit Kosovës nuk dojnë që ta rregullojnë këtë problem, ky problem do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Sa do të vazhdojnë, unë nuk e din. Mirë po, puna e parë. Cilat institucione? Institucionet përgjegjëse, në rastin konkret, janë Agjencioni i Veterinjës dhe Ushqimit, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Shëndetësisë, gjithashtu do të kyçet në këtë problem për shkak të efekteve të mundshme të prodhimeve të cilat kanë përmbajtje çfarë i përmendëm, të mos kthehemi edhe një herë retroaktivisht. Ky problem pra mund të zgjidhet dhe besimi te konsumatori duhet kthehet vetëm atëherë kur do të asigurojmë konsumatorin se në tregun e Kosovës prodhimet janë të garantuara dhe të kontrolluara. Do të thotë e vetmja formë për ta bindur konsumatorin është kontrolli. Nuk guxon që në tregun e Kosovës të ketë prodhime të pakontrolluara, nuk guxon që në tregun e Kosovës të ketë prodhime të falsifikuara, nuk guxon që në tregun e Kosovës të ketë prodhime pa deklarim, me deklarim të rrejshëm. Pra, këtu do të fillojmë zgjidhjen e problemit. Mandej, pikërisht pse jam bë këtë sektor. Që duhet kontroll, që duhet mjalon shtetit, institucionet. Absolutisht, ne kemi bërë thirrje, domethënë ne vazhdimisht kemi bërë thirrje. Dhe po vazhdojmë, shiqoni, edhe nëse i shihni domethënë protestat tona, edhe nëse i shihni pankartat, ne kemi bërë thirrje për kontroll, kemi bërë thirrje për domethënë mbikëqyrje të importeve. Nuk edhe një herë po kthejmë domethënë për fund. Nuk është problemi vetëm i prodhuesve vendor. Prodhimet të falsifikuara, të keq, domethënë shkruara, mashtruese ka edhe nga prodhimet e importit. Dhe ne kemi evidentuar rreth 50. Edhe ja ke dërgu agjencisë. Absolutisht. Faleminderit. Për fond, zoti Kaçaniku, neve po na intereson te publiku. Dëgjojmë këto versione të ndryshme. Mundet me pas edhe personale, edhe e thatë edhe ju të shoqatat e bizneseve. Qysh me bindë konsumatorin që me ble produkte vendore dhe një të ato me qenë të sigurta? Unë mendoj se konsumatori është i ndërgjegjshëm dhe është i përgjegjshëm. Pra problemi është më lartë. Atë që tha zotri Flamori, unë në emër të organizatës dhe në bordin e AOK-s kam kërku atë që kam kërku edhe prej Kuvendit Kosovës, qeverisë dhe ministrive, asociacioneve dhe mekanizmave të shtetit, që qytetarin konsumator të kësapagus të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë, të vetëdijsojnë. Dhe natyrisht se si konsumator dhe këta prodhues dhe këta afarist dhe këta zyrtar publik, shërbim publik, janë aty, domethënë të gjithëve neve shteti duhet të na vetëdijsojë që ne më së pari të reflektojmë, të vetëdijsuar, të reflektojmë patriotizëm ekonomik. Edhe prodhuesit, edhe shërbysit, edhe na. Nëse duam të ngrisim nivelin e besimin mbi prodhimin vendor dhe mbi prodhuesit vendor në nivel të duhur. Nëse shteti me institucionet e saj nuk e bën këtë, ne kemi kot. Shteti duhet ta di se zbatueshmëria e ligjeve në Republikën e Kosovës nuk është as 40%. Dhe këtë shteti duhet ta arrijë. Shteti e din se ne nuk kemi treg vendor, treg të mbrëmshëm,
nuk kemi as ekonomi tregu, ani që në shordhën në cakat kokën me to, dhe pa këto na nuk mund të kemi strategji të zhvillimit ekonomik. Kjo strategji është miratuar në 2 faqe për 2 ditë, nuk është strategji. Domethënë, ne kemi probleme madhore, ndërsa për shkak të mungesës kësaj të ne po lindin konflikte që janë të vogla dhe ne do duhet që këto probleme të zgjedhim duke pirë nga një kafe. Faleminderit shumë, zoti Kaçaniku, zoti Memaj, zoti Fusha, zoti Kadrio. Një pyetje ashtu, jeni të mirëseardhur në çdo çështore të Kosovës kur doli bashkë me agjencionin e vizituar. Por si konsumator du me më thirr. Faleminderit për pranimin tuaj. Kryetari konsumator do më thirr. Nderuar në emisionin e sonit përballje, diskutuam për problemin e cilësisë dhe standardeve të ushqimeve në prodhimet tona vendore. Ajo që ka doli nga ky debat, diskutim, është që të ketë kontroll më shumë, që të konsumohen prodhimet vendore, po edhe kualiteti, cilësia dhe siguria në këto ushqime të jetë me standarde që duhet të jetë me një shtet normal. Kështu që faleminderit shumë, ju për vëmendjen ne shihemi në emisionin e ardhshëm të përballjes.